Autoritetet shqiptare kanë 6 muaj kohë për të negociuar me kompaninë Mapco dhe për të parandaluar dërgimin e mosmarrveshjeve për aeroportin e Vlorës në arbitrazhin ndërkombëtar. Biznesmeni Bexhet Pacolli ka reaguar përmes rrjeteve sociale duke përdititur se Mapco u ka dërguar autoriteteve shtetërore shqiptare një njoftim zyrtar për mosmarrveshje në përputhje me marrëveshjen bilaterale ndërmjet Zvicrës dhe Shqipërisë për nxitjen dhe mbrojtjen reciproke të investimeve. Sipas Pacollit, çështja ndodhet aktualisht në periudhën e 6 mujorëve të cooling off, e cila u jep palëve mundësinë për të zgjedhur mosmarrveshjet përmes dialogut dhe negociatave përpara se ajo të kalojë në arbitrazh ndërkombëtar. Pacolli thotë se gjatë kësaj periudhe Mapco u ka bërë thirrje autoriteteve shqiptare për dialog dhe për gjetjen e një zgjidhje të arsyeshme, por sipas tij deri tani nuk ka marrë një përgjigje konkrete. Pavarësisht kësaj, biznesmeni deklaron se kompania do ta respektojë të gjithë periudhën e përcaktuar nga kuadri ligjor, me shpresën se autoritetet shqiptare do të angazhohen në mënyrën konstruktive për zgjidhjen e mosmarrveshjeve dhe shmangjen e arbitrazhit ndërkombëtar. Në reagimin e tij, Pacolli ngre dhe pretendimet lidhur me të drejtën e Mapcos në kompaninë Vlora International Airport. Sipas tij, që prej vitit kaluar kompania është privuar nga çdo qasje efektive në procesin e vendimarrjes së ndërmarrjes, ndërsa i është pamundësuar edhe ushtrimi të drejtave që burojnë nga pronësia prej 98% e kuotave. Pacolli e lidh këtë situatë me veprimet dhe mosveprimet e autoriteteve kontraktore dhe institucioneve të tjera kompetente shqiptare. Nëse palët nuk arrin një marrëveshje brenda periudhës 6 mujore të negocimit, mosmarrveshja mund të kalojë në arbitrazh ndërkombëtar, përfshirë mekanizmin e arbitrazhit i lidhur me Bankën Botërore.